Një tërmet me magnitudë 2,7 goditi pranë bashkisë së Himarës. Qarku Vlorë, Shqipëri. Sot më 26 mars 2026 në orën 21:24 me orën lokale. Ose më 26 mars 2026 në orën 20:11 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është lokalizuar në një thellësi të cekët prej 15.0 nën sipërfaqe. Në koordinatat gjërësi gjeografike 20.0290 dhe gjatësi 19.88. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshijnë Himarë, qarku i Vlorës, që ndodhet 14 ose rreth 8-69 milje nga epicendra. Himarë, qarku i Vlorës, Shqipëria Jugore, që ndodhet 14 ose rreth 8-69 milje larg. Saranda, qarku i Vlorës, ndodhet rreth 20 milje. Qarku i Vlorës, ose rreth 20 milje 2. Qarku i Vlorës, ose rreth 20 milje. I Vlorës. 4. Vlorës, Shqipëria Jugore, ndodhet 20 ose rreth 12-4 milje larg. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Parashikimi i motit për zonën afër epicendrës sot pritet të jetë me vranësira të pjesshme gjatë gjithë ditës me rreshje shiu. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.